يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuam, ne para do kohëve këtu kemi folur rreth disa prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kena pas fol për atë se si pejgamberit alaihi as-salatu wassalam i foli kofsha e deles. Kena fol për atë se si pejgamberit alaihi salam edhe pemët si pem i ju bindën pejgamberit alaihi salam. Kena fol për atë se si pejgamberi alaihi salam si Allahu i shfaqi mrekullin pejgamberit edhe në qumshtin kur e kërkoi për një deleje. Kena fol për atë se si edhe kafshët i bënin sejdë pejgamberit alaihi as-salatu wassalam si shenjë ndere dhe respekti. Këna fol për atë se si ndodhia me Abu Jahlin, Firaunin e këtij umeti. Pastaj me Suraq ibn Malikin, se si ishte mrekullia pejgamberit me ta. Pastaj këna fol për atë se si pejgamberi sallam Allahu ja çojti hanën, për çarjen e hënës që ishte mrekulli që njeh njerëzimi, nuk njeh njerëzimi ndaj mrekulli ose ndaj diçka më të madhe se kjo, jashtë Kur'anit dhe tjera mrekullit pejgamberit alayhis salam. Pastaj ishte prej mrekullive që kena pas përmend se pejgamberi sa Allahu ja mundësoi pejgamberit me ndëgju zërat e njerëzve në vorë duke u dënu ose duke shiju të mira. Pastaj ishte prej mrekullive që kena pas përmend edhe çarja e gjoksit pejgamberit alayhis salatu wassalam kur ishte i vogël, por një herët edhe kur u ngrit në Isra dhe Mi'raj. Këto janë disa prej mrekullive që na veç që kena përmend, më këtyres ju kthehemi. Ndërsa sot i ka ardhur të flasmi për një mrekulli tjetër. Edhe i përmendmi mrekulli që neve muslimanëve më na ushtu besimi. Sikur Allahu Azza wa Jall kur ja sjellke mrekullit pejgamberit alayhi salatu wasallam, ja sjellke një prej urtësive që mjavë rrit imanin shokëve të pejgamberit alayhis salam, me ju shtu imani besimi. Çashtu edhe ne sot po e përmendim një mrekulli të radhës për më na ushtu neve besimi dhe imani. Më na rrit imani dhe dashuria ndaj pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo radhës është Allahu Azza wa Jall i dha pejgamberit ton alaihi salatu wasallam një mrekulli tjetër që njerëzve të tjerë që nuk ju ka ndodhur. Ajo është që u shërajshin të smurët. Shërimi i smundjeve të njerëzve edhe pse pejgamberi mjek nuk ishte, por u shëronin të smurët me duan që ja bajke pejgamberi sam, me prekjen që ja bajke pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe me stepikjen e vogël me pështymen e tij të begatshme dhe të bereqetshme kur ja bajke njerëz, u shërajshin njerëzit. Po e fillojnë me ngjarjen që e ka sjell Imam Buhariu dhe Muslimi, që vjen prej Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiyut, një sahabijut që tregon këtë hadith. Një ditë prej ditëve ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam duke u përgatit për luftën e Khayberit, për çlirimin e Khayberit të lufta çinive. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, tha nesër o ju shokët e mi, nesër do t'ja dhon flamurin, nesër do t'ja dhon udhëheqjen
e një ekspedite, një njeriu që ai njeri e don Allahun dhe e don pejgamberin. Dhe Allahu dhe pejgamberi e dojnë atë njeri. Nesër do t'ja dhon flamurin atij. Dhe inshallah Allahu ka me çliru atë vend në dorën e tij. Kur tha kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e tregoi emrin. Dhe thanë shokët e tij, na gjithë natën kena mendu, a thu për kan është ka fol pejgamberi. Dhe ka fjalë sahabëve që kanë thonë, s'kam pos qef me pos udhëheqje, por qatë natë mu ka sjell në kry dhe në dëshirën time ta kam udhëheqjen. Pse? Sepse ishte me tezkije, ishte me vendim nga ana e pejgamberit me lajm se ai njeri që i ipet flamuri, atë njeri e don Allahu dhe pejgamberi. E ky lajm nga ana e pejgamberit ai u siguroi ka ai njeri që vërtet ky ka njeri i mirë. Të nesër tha u qutëm krejt. Edhe kyt përpjet cilit po i thot hajde ty ta dhon flamurin. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i shikoi shokët e tij, nuk e pa një çka ai e donte. Çka donte më dhon flamurin. Edhe tha, ku është Ali ibn Abi Talib? Ata e hopën shpresën, s'ka kën këta. Ko ka Aliu radiallahu anhu. Disa than, oj dërgumi i Zotit, Aliu radiallahu anhu është në shtëpi s'ka dalë së të hiq. A pse? Sepse ka një sëmundje në sytë e tij, s'un po i qelë sytë hiq. Pejgamberi tha, shkoni do dhe bim na këtu Aliun. Shkodën bashk, se ma Aliu s'me këshyr hiq. Ishte sëmund sytë e tij. Edhe erdhën e pronën Aliun. E afrun tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur afrun ato, pejgamberi alayhi salatu wassalam i afru, ja preki sytë e tij, e ja stërpiku me pshtymën e tij të begashme dhe të bereqetshme, bëri dua dhe mund në vend u shëru Aliu radiallahu anhu. Edhe i tha, Aliu shëru, tha merre flamurin dhe shkosh liroje Khajberin. Aliu tha, i dërgumi i Zotit, atë luftoj, tha one, që t'i kthej njerëzit që shimi na? Pejgamberi tha hes, edhe shko deri në fushën e betejës. E kur shkesh në fushën e betejës, tha, mos lufto me njëherë. Po në fillim thoi, o ju njerëz, Zoti ka kërku për njerëzimit kështu dhe kështu dhe kështu, por kërkoj njëherë mos po bohën musliman. E nëse hiq, atëherë fillon lufta. Dhe tha, o Ali, dhe o ju njerëz, tha, pasha Allahun e madhrishëm, kështu tha pejgamberi, pasha Allahun e madhrishëm, nëse Allahu e udhëzon një njeri, dhe udhëzimi i tij vjen përmes dorës tënde, ti je sebepi, është më mirë për ty, tha, se me t'i dhonë deve të kuqe. Deve të kuqe, arabët në atë kohë janë lavdëru shumë nëse njoni ka posur deve të kuqe. Ndoshta nëse bojnë një krahasim me kohën të toshtit, i bjen që ma mirë se me të bo milioner, është veç një njeri nëse udhëzohet në dorën tënde. Pse sjella këtë ngjarje? Të vërtet, e sjella me treguse, edhe pse ishte i smut për i syve të tij, Aliu dhe s'me ke me dal as për i shtëpisë e tij, veç një stërpik për i pshtymës e tij të bereqeshme, një dua e vogël e pejgamberit dhe u shëru Aliu radiallahu anhu. Po e përmendi një ngjarje është edhe më interesante. Vërtet, kjo ngjarje sikur mos t'ishte transmetuar transmetime të ndryshme dhe të shumta. Dhe sikur mos ta kishin sjellur imam të hershëm të ngjarje, besoj kishte me qenë e vështirë për të pranuar. Një ngjarje që kanë sjellë imam të shumë, si Imam at-Tabaraniu, Imam al-Waqidi, Imam Hakimin Mustadrakin e tij, Ibn Sa'din Tabaqat, Ibn Kathirin Bidaya wa Nihaya me shumë zinxhir, me shumë transmetime. Pastaj e kanë sjell edhe Imam Begaviu, Imam Daraqutniu, Ibn Hajarin, fund edhe shumë imam të tjerë kanë prunë me transmetime të shumta. I përmenda këta shumë zinxhir për me tregu se sa interesante dhe po mos të ishin që tua ka vështirë për ta pranuar. Cila ishte kjo? Është ngjarja e Qatadet ibn Nu'manit radiallahu anhu. Thot Qatade, unë të isha djaliri, edhe i sapo martuar, mora pjesë në luftën e Uhudit. Kur mora pjesë në luftën e Uhudit, më ndodhi diçka që se prita bashkështu. Tha armiku më goditi me një shtizë, me një shigjet mu në syrin tim, dhe ma nxjeri syrin jashtë.
Me vdek, tha nuk vdeka, por dhimbja dhe isha ato. Por e kisha edhe një dhimbje tjetër. Tha se unë veç sa u martuva. E po ta një bashkëshorte që e dojsha shumë, edhe ajo me dojke shumë. Edhe shkova tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, i mërzitur me dhimbje, dhe i thash, oj dërgumi i Zotit, syrin e kishte në dorën e tij. Dhe i thash, oj dërgumi i Zotit, kështu më ndodhi në betejën e Uhudit. Kështu më ndodhi. Por e kam edhe gojlen përveç dhimbjes, se nusja ka shumë e ka dashur dhe e du, po tashti ajo qysh ka më po mu me një sy, i trishtum ka me dal para saj. Pejgamberi alayhis salam ta afrahu, ja mori syrin e tij, ja vendosi në vendin e tij, dhe thot Katade kë, vallahi të syri më shëru mu në vend, sikur s'kam pasur as një problem. Dhe gjatë gjithë jetës e tij, këtu po ja tregon njerëzit pastaj kur ka pleqnia e tij, gjatë gjithë jetës e tij me thot, unë të gjithherë kam pa më mirë me syrin që ma u shëru përmes dorës pejgamberit alayhis salam se sa me syrin tjetër që kam pasur. A tregon që kjo për një mrekulli të madhe të këtij pejgamberit Zotit, që kjo s'mundet me kon dashta me ato mjetet moderne të Zotit, s'mund bash ashtu me ta kthy syrin, bash. Edhe ka që le s'mund hiç, po të duhet me ta ngjit dashta nai sy tjetër. Kjo tregon për këtë se ka qenë vërtet pejgamberi i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Rast tjetër ishte një sahabi që këtë rastin tjetër e sjell Imam Buhariu. Një sahabi tjetër ka pasur emrin Selamatu ibn Akwa. Dhe ky Selama ibn Akwa tregon një prej tabiinëve ka pasur emrin Yazid ibn Abi Ubaidi. Tha, isha me Selaman një prej najave tona, por ju shpalu koma e tij. Ja pash një plagë të madhe në kom, që me qësi plagë nuk kam paramendu që mund hes njëri. Edhe i thash, o eba muslim, o baba i muslimi si nufk, o baba i muslimit, gjithë kjo plagë të madhe që pas kënë kamën tënde, kjo që ditë dhe qysh po mund me hes. Tha po, isha tha në luftën e Khajberit, tha edhe one pjestar, edhe më goditi armiku me një shpat, edhe mu dhe që më larat, s'mu isha mu me hes me shu kamën tuk. Tha mirë po, e kështë e prej. Tha mirë po, shkova e lajmërun pejgamberin, se Selamatu ibn Akwa ka qenë njëri që shumë e ka dasht pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe i tregun pejgamberin, oj dërgum i Zotit, Selames i kam shu armiku në këmbën e tij, ai mos po mund me hes. Kompletat mushiqin e kamës ja ka prej. Pejgamberi ta masilni. Tha shkova, mu afru pejgamberi alayhi salatu wasalam, me stërpikën e pshtymës së tij. Ma pshtyti 3 herë veç kamën time, tha u qova sikur s'kam kur gjon kamën time, dhe prej atëherë deri tash kur dhimbjen kamën time s'kam po. Ndërsa sot, nëse njëri kishte me ndonjë diçka e tillë, një gritje e vogël në gishtin e tij, e sa asi do të mja qitë përmes me dal gjoki, e sa një koskive mujt me qatë dorë me punu, a i thë sikur, s'ka posur asgjë në këmbën time. Jo veç kaq. Ishte një prej armiqve, një ngjarje tjetër prapë sjell Buhariu. Ishte një prej armiqve jehudi. Edhe pejgamberi i bajke strategji, u përpiqke me mbyt, i çojke njerëz kundër pejgamberit, falke kundër pejgamberit selam, dhe erdhen disa njerëz prej Khazrejit, fisit Khazrej. Edhe i than, oj dërgumi i Zotit, fisi Aus, se fisi Ausi dhe Khazreji kanë bën luftë 120 vite me zveti, pa ndërprej, për një diçka të vogël krejt, për një gjokën në një deveje, 120 vite. Por kur henen Islam u bënu vëllezër, atëherë u shtyshin për me myt njëri tjetrin, e tash u shtyshin cili po bën vepra më shumë, cili fes. Edhe erdhën tek pejgamberi, oj dërgumi i Zotit, na jemi fisi Khazrej, fisi Aus ka bën një të mirë të madhe për me të ndihmu ty me një vend. Spekat e këtij historin. Tha ndërsa dhe na dojna me bën një të mirë. Ato se kemi ndëgjuar si një për jehudive që ka emrin Abu Rafi' al-Yahudiu, që to kemi ndëgjuar si po të fyn shumë, po flet shumë. Mirë po ai po rrin mana mureve të veta në shtëpinë e tij. Veç ana jep leti, shkojnë edhe petit lirojnë ana. Pejgamberi tha, ju kuft leja ime.
ku shkun, i kalun këta të muret, edhe i hinën në shtëpi, dhe e largun për kësoj dënjoje këtë jahudi të ndytë. Ndërsa rrugës duke u kthy, sa të ishte natë erdhë, ishte një prej sahabive ka posur emrin Abdullah ibn Atik. Abdullah ibn Atiki ishte pak sa i verbër, por kishte dëshirë ta merr shpërblimin, ta gëzon pejgamberin, që hek armikun e pejgamberit alayhis salam. Edhe tu kthy rrugës, rëzohet dhe e thën komën, jo e grit, e thën oshtin e tij krejt. Të nesëmen du lajmi që u kry armiku, u largu për kësoj dënjoja armiku i pejgamberit alayhis salam, i tregun pejgamberit alayhis salam, tregon kë Abdullah ibn Atiku, tha muve shumë kapën lese, edhe më qunë tek pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam, shtriju që të, mos li vret. Tha pejgamberi alayhis salam, ma preki këmbën time, bëri doa, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha u shërova, edhe u qova në kom, si kur në komën time s'kam pasur kur gjegj. A të regon që kjo për pejgamberin e Muhammedit a.s. për vlerën e këti njeriu që ja dha Allahu azza wa jall. Jo veç kaq, ishte një prej sahabive ka pasur emrin Sa'ib ibn Yazidi. Ky Sa'ib ibn Yazidi e kopi një ditë për ditëve dhimbje trupit krejt, me kokë dhimbje, me trupi komplet, sa që po i vjen vdekja. Ndëgjoj pejgamberi alayhi salatu wassalam për to, dhe erdhë shkoj, krahe kishte edhe Ebu Bekrin, edhe shkoj ato. Ja e preki me dorën e tij, bëri doa për to, mori abdes pejgamberim, dhe i tha, merë tha qit ujin e abdesit, pije pak prej ujit abdesit tim, e piju pak, u shëru njeriu sikur s'ka pasur gjë. Po jo veç kaq. Historianët thanë, pse ky është gati të e prit vdekjen. Historianët thanë që ky sahabi Sa'ib ibn Yazidi ka jetu më shumë se 90 vite. Dhe për ato më shumë se 90 vite, prej momentit kur ka bërë doa për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur më dhimbje në trupin e tij s'ka pas. Jo veç kaq. Por një herët as një shenjë e pleqërisë ati nuk i ka ardhur deri në vdekje. As një thinje e flokëve të tij më ati si ka ardhur. As një shenjë hiç e pleqërisë. S'ke vresen, çdo njëri për njerëzve i vin shenjat e pleqërisë, ja vin do thinje ka pak, jo që çdo ka pak të kryllovur, edhe deri te vdekja. Ati sikur në çat ditë që ka prek pejgamberi dhe ka bëu për to, njëjtë për mbi 90 vite. Ka nejt, kjo është bereqetet anë djetarët, i duost pejgamberit ndaj tij dhe i nimetit dhe i bereqetit të ujit të abdesit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në gjorin këto ka sjell Imam Buhariu. Ishte rast tjetër, Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah u smu aq shumë sa që mendum se i erdhi vdekja Jabirit. Sa që mu nuk e njeh kë kanë ka rrethit. Shkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe me Ebu Bekrin bashk, bëri dua për to pejgamberi alayhis salam, e preki, mori abdes dhe me ujin e abdesit vetë pejgamberi e stërpiku, u shu Jabiri sikur si ka ndodhur ati asgjë. Apo i vreni, dhe ka më shumë për tjera, po për shkak minutave që më shkun penali me kaq. Apo i vreni se ky pejgamberi Zoti sa mrekulitja ka dhënë pejgamberin, Allah sa mrekulitja ka dhënë, ato që kena përmend, por edhe me i shërut smurët, Allahu i ka dhënë këtina, i ka dhënë mrekulli. Për këta, ne jemi krenar që e kena këtë pejgamber, dhe jemi krenar që jemi të umetit të tij, dhe lusmi Zotin e madhërishëm me këtë pejgamber atje në xhennet, të pijmë fillimisht ujë prej haudit, këronit të pejgamberit, e pastaj edhe në xhennet të takojnë edhe të rina me këtë njeriun më të mirin që ka shkelur në rruzullin të kësur. Elusmi Allahun të na falë, të na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall muslimanëve ku do në botë, Allahu të ndihmon. Elusmi Allahun azza wa jall të metat tona të na mbulon. Walhamdulillahi rabbil alamin.